Mënyra si ta kuptoni nëse keni gurë në veshka dhe çfarë duhet të bëni. Gurët në veshka shkaktojnë një sër simptoma siç janë dhimbje, vështirësia në urinim, të përzira dhe të vjella. Në këtë video do të mësoni përgjigjen e 4 pyetjeve të rëndësishme mbi gurët në veshka. Si mund të dalloni praninë e gurëve në veshka? Ato përfshin në këto shenja: ndjesi djegje gjatë urinimit, urinë me gjak, dhimbje abdominale. Rekomandohet që gjithmonë të këshilloheni me mjekun tuaj nëse keni këto shenja. Por a munden të përdoren medikamentet kundër tyre? Kohët e fundit industria farmaceutike ka prodhuar medikamente të reja, por mënyra më e mirë është mbrojtja. Ndaj, për të parandaluar këto shqetësime, është e rëndësishme që të kujdeseni më shumë, të pini më shumë lëngje dhe të qëndroni të hidratuar. Nëse keni gurë në veshka, kryeni analizat e duhura tek mjeku specialist dhe gjithashtu kryeni edhe një dietë më të mirë të personalizuar për të evituar formimin e tepërt të tyre.